Të dashur miq, mirëdita, një zhvillim i madh ka tronditur sot Amerikën, një zbulim tronditus e ka dalë në sipërfaqe është një investigim i Financial Times i cili na tregon se Kina e ka mbështetur Iranin në të gjitha operacionet e saj për goditjen e objektivave amerikane në gjirin persik. Çfarë po ndodh, dhe do t'ju flas për zhvillimet e minutave dhe të orëve të fundit në gjirin persik, atje ku po shkojnë të gjitha luftanijet amerikane, USS Gerald Ford, USS Tripoli, USS Abraham Lincoln, të gjitha po vinë nga të gjitha anët e botës për t'ju drejtuar vendeve të gjirit në një kohë kur jemi duke shkuar drejt përfundimit dhe limitit të afateve të armpushimit të 2 javor të Trumpit. Sigurisht ka ende kohë, diplomacia e botës është vënë e gjitha në veprim për të parë se si mund të shmanget një përplasje e fortë, por jemi në një fazë shumë të rrezikshme ku rrethimi i plot i Iranit me sa duket sheh e ka ndihmuar presidentin Donald Trump që të shikojë se Irani ka filluar të tregojë fleksibilitet dhe po tregon një lloj gatishmërie për t'u marrë vesh me Trumpin. E kemi parë këtë, e kemi dëgjuar nga presidenti Trump i cili ka thënë se Irani ka treguar se mund të ofrojë një marrëveshje. Irani ka treguar se mund të jetë fleksibël në orët e ardhshme dhe kjo e bën atë optimist për një marrëveshje të madhe. Gjithsesi, bota, miq të dashur, është në buzë, në prag të një përplasje të madhe që mund të ndryshojë shumë nga ekuilibrat global. Zhvillimi më i madh ronditës është se Kina akuzohet se ka ndihmuar Iranin me satelit spiun për të goditur objektiva amerikane në gjirin persik. Ishte një raportim i Financial Times, ndërkohë Amerika po rrethon Iranin në mënyrë de facto. Tashmë të gjitha luftanijet po shkojnë atje bashkë me F-35. Anije të bllokuara, 8 anije janë bllokuar mbrëm, lëvizje ushtarake intensive dhe kemi ultimatume pa kthim pas. Dhe paralajmërimi më i fundit i Donald Trumpit, i cili nuk dihet ende do të jetë një blof i radhës apo do të jetë një ultimatum i vërtet ashtu siç po koordinohet edhe me lëvizjet ushtarake në terren. Sigurisht nuk është e huaj për ata që kanë dëgjuar Trumpin ky stili të bërit negociata, dhe në fakt nuk është zbuluar rishtazi. Këtë ka zbuluar vetë Trumpi në librin e tij të vitit 1987, kur ai fliste për artin e negociatave, eksaktësisht me pikë dhe me presje atë që është duke e zbatuar sot në terren. Nuk ka më afate, ka thënë Trump, do të shihni gjëra të tmerrshme. U kthyem te kënga e parë e presidentit Donald Trump. Ndërkohë që ka një luftë mediatike botërore agresive, 90% e mediave, ju e kuptoni, janë kundër Trumpit, dhe një pjesë e madhe e mediave të pranë satelite, pra të Trumpit dhe të skifterëve të luftës atje në Pentagon, janë ata të cilët thonë që Trump do të shkojë dhe do të arrisë një marrëveshje dhe do t'ja dalë. Në fakt, jemi në prag të luftës së tretë, tashmë që u zbuluan shenjat e gishtërive të Kinës. A jemi në prag të një përplasje direkte ndërmjet Washingtonit dhe Kinës, tashmë që kinezët nuk ja dolën që t'i fshehin shenjat e tyre të gishtërive dhe shfaqen, sipas investigimit të Financial Times, na shfaqen drejt për së drejti përgjegjës për të gjitha goditjet që ka bërë Irani objektivave ushtarake amerikane në gjirin persik. Deri në këto moment nuk ka një reagim nga Shtëpia e Bardhë, nuk ka një reagim nga Pentagoni, nuk kemi reagim ende deri në këto moment për investigimin e Financial Times nga CIA, nga FBI dhe nga të gjitha agjencitë e tjera të inteligjencës amerikane. Situata në fakt në terren është dramatike, sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë vetëm duke folur me Trumpin dhe duke ngrënë hamburger, por kanë bllokuar në mbrëmjen e kaluar 8 anije. Askush nuk hyn dhe askush nuk del më pa lejen amerikane. Ky
nuk është më presion diplomatik, duhet ta kuptoni, kemi kaluar në një fazë tjetër. Ky është kontroll detar dhe është një formë rrethimi. Mesazhi që vjen nga Washingtoni është i qartë. Çdo anije që nuk bindet në këtë moment mund të goditet. Po Miro Krishnik çka ka ndryshu, se Trump ka 44 ditë që bën këtë punë. Do shihni Qametin, do ju rënojmë, do ju bëjmë, do ju kthejmë në epokën e gurit, do t'ju rafshojmë, do të e kështu me radhë si që kemi dëgjuar të gjitha deklaratat. Duhet kemi parasysh diçka. Faza e sulmit të Iranit është e ndarë në 3 pjesë. Faza e parë nuk ka filluar në 28 shkurtin, siç e dini të gjithë. Faza e parë e sulmit të Iranit është në qershorin e 2025-s, kur u mor vendimi për të nisur goditjen e Iranit nga ushtria izraelite. Avionët izraelit, F-35-at izraelite, u ngritën në qiell dhe u nisën në drejtim të Iranit. Steka e Izraelit ishte eliminimi i liderit Khamenei, steka e Trumpit erdhi për të ulur stekën e Izraelit, me një postim në rrjetin e tij Truth, doli dhe deklaroi Trump dhe tha nuk keni për ta vrarë Khamenein. Dhe nuk u vra Khamenei, bë lufta e 12 ditëve. Më 28 shkurtin e 2026, Trump e nisi luftën kundër Iranit me stekën e parë të Izraelit. Eliminimi i Khameneit ishte faza e dytë, shkuam në presione, në tensione, në goditje kundër goditje, erdhëm tek faza e armëpushimit, erdhëm tek J.D. Vance në Pakistan, erdhëm tek diskutimet mes Steve Witkoff, J.D. Vance, Kushner, Kalibavi dhe një pjesë e delegacionit iranian që ishin inxhinier akademik, profesor, doktor, për të marrë vesh në marrëveshje. J.D. Vance i hipi aeroplanit, nga Pakistani u kthye në Washington, i tha Trumpit nuk pranojnë marrëveshje iranianët, ndërsa tani Donald Trump po thot janë gati për marrëveshje dhe po tregojnë fleksibilitet. Ndërkohë Arabia Saudite ka ngritur telefonin mbrëm dhe i ka thënë Trumpit bëni marrëveshje sepse do të jemi në një situatë jashtëzakonisht të vështirë. Sauditët i kanë njoftuar amerikanët se Houthët me nxitjen e Iranit mund të lëvizin situatën sërish në lindjen e mesme dhe mund të prishin lojën atje. Pra, po ndërhyjnë fort të gjithë negociatorët, edhe Arabia Saudite, edhe Katari, edhe Pakistani, edhe Egjipti, edhe Turqia. Pse? Sepse e din që askush nuk ka më interes të dalë situata nga kontrolli. Në qoftë se ky rrethim që tashmë po bëhet në terren, luftanijet amerikane kanë mbritur të gjitha në detin arab, një pjesë e luftanijeve janë duke u fshehur pas maleve të Omanit, një pjesë janë ata që janë nisur nga San Diego me 4500 trupa, USS George W. Bush, e cila do të ankorohet, stacionohet në Somali, USS Tripoli, e cila është duke ardhur nga paqësori, dhe USS Abraham Lincoln, e cila mund të vijë nga mesdheu në drejtim të detit të Kuq. USS George W. Bush e ka shmangur ardhjen nga Gibraltari dhe nga Suezi për të shmangur detin e Kuq për të evituar Houthët. Ndaj është duke qëndruar prapa brigjeve të Somalis në mënyrë që të përgatitet për goditjen dhe të jetë në distancë të sigurt me Iranin, sikurse edhe luftanijet e tjera janë duke u fshehur prapa gjirit persik, prapa ngushticës së Hurmuzit me 1000 kilometra, prapa vargmaleve, pra në det pas vargmaleve të Omanit, saltaneti i Omanit, që është një distancë 1000-1200 kilometra nga zjarret e Iranit. Në qoftë se ky rrethim vazhdon në këtë moment, depozitat strategjike të Iranit mund të shterojnë brenda pak ditësh. Depozitat strategjike të Iranit janë duke shkuar drejt fundit, sepse ka një problem. Sipas Bloombergut, Irani ka rrugë alternative dhe një pjesë tjetër e mediave amerikane thonë Irani ka rrugë alternative toksore nga Kaspiku, pra vendimi do të jetë i Kinës dhe i Rusisë nëse do ta mbështesin Iranin apo jo. Dhe Bloomberg ngul këmbë që nuk ka mundësi të bjerë me njëherë Irani, sepse ka mundësi të rezistojë edhe disa javë.
Iranianët janë ustallarët e tërheqjes zvarr të muhabeteve të negociatave. Njihen për këtë. Dhe kjo është pikrisht dritarja kohore, 3 javore, 4 javore, e cila mund të shpërthej botën dhe ekonominë globale. Dhe ky është synimi i Iranit të ushtrojë presion ndaj Amerikës duke fut në kolaps ekonominë globale. Makineria amerikane po lëviz në drejtim të rajonit, që do të thotë Amerikanët dhe Trumpi në këtë moment nuk po bën vetëm retorik me fjalë. Pra, po përgatitet për luftë. Po Kreshnik na plasët ka 45 ditë që përgatitet për luftë. Ju a tregoj tani me shifra çfarë po ndodh në terren. USS Abraham Lincoln, shumë pranë Iranit, vetëm 190 kilometra nga Shabahar. USS Tripoli, në të njëjtin sektor operacional. USS Boxer, në rrugë nga Kalifornia me 4.800 trupa. USS George W. Bush, që vjen nga Afrika duke e shmangur detin e Kuq. USS Gerald Ford, në mesdhe gati për të përfshirë nëse do të marrë urdhër nga komanda amerikane që të futet në det në Kuq nëse kanë informacione se mund të shmanget në një goditje e hudhve. F-35 amerikanët, avionët më të avancuar të gjeneratës 5 kanë mbritur në gjirin persik. Por këtu duhet kemi parasysh një detaj shumë të rëndësishëm strategjik. Këto nuk janë vendosje të zakonshme. Janë pozicionuar për të shmangur çdo lloj rreziku që i vjen nga raketat iraniane, sepse zbulimi pra që ka bërë Financial Times tregon se Kina është aty. Dhe unë ju a kam thënë në çdo lloj bisede që kam bërë. Është Kina nga mbrapa, por Kina nuk do të dalin shenjat e gishterive. Sot i dolën shenjat e gishterive ke investigimi Financial Times. Amerika po përgatitet për një skenar, por që t'jetë më pak e ekspozuar nga goditjet, sepse e di tashmë që Kina është mbrapa. Kjo është arkitektura e sigurisë së një lufte që po përgatitet me shumë sukses. Të kthehemi tek lajmi që ka tronditur botën, zbulimi i satelitit kinez. Ky është lajmi që ka trondit Washingtonin sot paradite. Investigimi i Financial Timesit, i cili ka zbuluar se Kina ka qenë aty pranë Iranit me të gjitha fuqitë e saj. Po çfarë ka bërë konkretisht? Irani ka blerë një satelit spiun nga kompani kineze të lidhura me shtetin kinez. Çfarë ka bërë? Ka shkuar garda revolucionit, ka hedhë $36 milion. Dhe teknologjia është rezolucion shumë i avancuar deri në nivel gjysmë metri. Deri tani iranianët kanë pasur satelit të cilët i sillnin një rezolucion shumë të dobët, satelitët iranian, të cilët të sillnin dhe radarët iranian, të cilët sillnin një rezolucion si një foto nga 25 metra largësi. Pastaj erdhi sateliti Nur 2, i cili kishte diku tek 5 metra largësi, dhe erdhën tashmë për të blerë satellitët spiun kinez, të cilët i afrojnë një teknologji shumë të avancuar, gjysmë metri largësi rezolucioni, që do të thotë të gjithë targetet ushtarak amerikan që janë goditur në vendet e gjirit, në Emiratet Bashkuara Arabe, në Al Udeid, në Katar, në Arabi Saudite, në Bahrein, në Kuwait, kudo ku janë goditur, kanë qenë si pasojë e kësaj teknologjie kineze. Irani mundet me këtë satelit spiun kinez të identifikojë me saktësi ekstreme objektivat ushtarak amerikan. Pra tashmë nuk kemi më imazhet paqarta nga satelitët iranian dhe Nur 2 iranian, por direkt nga satelitët kinez. Dhe mekanizmi është jashtëzakonisht i sofistikuar. Sateliti kinez është i lidhur me një kompani që aktivizohet nga një tjetër distancë. Pra, Kina, kompania kineze iEarth, apo Earth Eye, ja ka dhënë të drejtën Iranit që ta blej satelitin, por këtu ka një dobiçllëk të madh. Ku qëndron problemi?
Earth Eye kineze, kompani pranë shtetit qeverisë kineze, e ka shitur 36 milion dollar. Ndërsa një kompani tjetër kineze, e cila është ajo e vetme që mund ta aktivizoj satelitin, që është kompania, prit ta gjej pak, është kompania, do ta gjejmë, vetëm qëndroni, Emposat. Po, Emposat. Kompania Emposat është ajo e cila e aktivizon. Nuk është Earth Eye e shet, Emposat, gjithashtu kompani pranë qeverisë kineze, është ajo e cila e aktivizon. Që do të thotë, Kina porruhet që t'i jap shërbimin Iranit, por të mos lërë shenjat e saj të gishtërive. Pse? Sepse Kina nuk do të përplaset me Amerikën. Çfarë kanë bërë? Ja kanë shit gardës revolucionit, Earth Eye, pastaj Emposati i ka thënë Iranit, në vend që t'ju japim ju satelitin dhe ta çoni atje, e aktivizojmë ne satelitin, e vëm atë në shërbim dhe e vëm në dispozicion të komandave të gardës së revolucionit iranian, ju e përdorni sipas nevojave tuaja, por ajo qëndron po tek ne. Që do të thotë paguani shërbimin dhe ai është në dispozicionin tuaj, por ai nuk asgjësohet, sepse Amerika nuk do asgjësoj një satelit kinez, dhe nga ana tjetër Kina nuk lë shenja gishtërinjsh në përplasjen me Amerikën, ajo që i është dëruar që në fillim, sepse Kina do t'i thot Amerikanëve që ne nuk kemi qenë pjesë e kësaj lufte, dhe kinezët nuk duan që të përplasen me Amerikën drejt për së drejti. Këtë ju a kanë thonë në gjitha analizat e mia që a kanë bërë gjatë gjithë këtyre kohëve. Pra, e thënë më shkurt, britanikët i njoftojnë Washingtonin sot se Kina ka qenë në çdo operacion në teren, ka qenë aty prapa Iranit, dhe deri kur do të vazhdoj, sigurisht do të jetë deri në fund. Pse? Sepse Amerika nuk po lufton me Iranin, po godet Iranin që të mbyll Kinën. Ndërkohë në prapa skenë, Katari, Arabia Saudite dhe lojtarë të tjerë, Turqia, Pakistani, Egjipti, po përpiqen tashmë të ndërmjetësojnë, ku po shkojnë drejt fazës së fundit të ultimatumit. Trumpi ka një marrëveshje të qartë. 4-0 të Audit, 0 uranium, 0 pasurim uraniumi, 0 raketa balistike, 0 kapacitete bërthamore për Iranin. Irani ka shkuar tashmë dhe po i thot Amerikës, shiko, Bjondi, hajde të merrem një vesh bashkë. Çfarë i kanë thënë Bjondit? I kanë thënë të japim 5 vite, jo pasurimit uraniumit, dhe më pas shife bëj, e ulim procesin e pasurimit të uraniumit nga 60% deri në një masë e cila nuk është më rrezikshme dhe largon frikrat e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Bërthamore. Pra e çon uraniumin që ka Irani në një nivel të papërdorshëm për bombë bërthamore, por qëndron në Iran, nuk e largojmë nga Irani dhe nuk i dorëzojmë satelitët dhe aleatët tanë. Në fakt, kjo lloj marrëveshje që kërkon Trumpi, ai e kërkon me ngul, sepse pas Trumpit janë edhe skifterët e luftës, është Lindsey Graham, janë të tjerë aktorë të cilët i thon Trumpit, shko bëje marrëveshjen, por mos i jep Iranit asnjë mundësi që të shkojnë të bëjnë, si ta themi, filma me 5 vite apo me 10 vite, sepse i kanë thënë zoti president, i kanë thënë Bjondit, sa po të largohesh ti nga detyra, Irani do t'i kthehet pasurimit të uraniumit. Pra duhet të bëhet në mënyrë të përhershme. Pse? Sepse është një krah i fortë i Izraelit brenda Amerikës, i cili e tregon qartësisht presionin që po i bën Tel Avivi Trumpit atje. Në Tel Aviv nuk duan që negociatat të shkojnë përpara, ju e dini këtë, por në të njëjtën kohë nuk e kanë në dorë ta mbajnë ritmin e presionit deri në fund, sado që të mund të kenë dosje, sado që mund të kenë masa shtrënguese, nuk e bëjnë dot presionin deri në fund. Që do të thotë
Trump ka treguar se është pranë një marrëveshje, por njëkohësisht edhe Trumpi e do një marrëveshje dhe kërkon atë me insistim të lartë, e tregon këtë nëpërmjet presionit maksimalist që bën maniet, po edhe Irani e kërkon tani, sepse Irani po hyn në fazën e mbylljes dhe të bllokimit të gjitha mundësive, jo vetëm për të nxjerrë naftën, por jashtë Hormuzit janë stacionuar anijet amerikane, luftanijet amerikane, të cilat jo vetëm kanë bloku daljen e anijeve, mbrëm janë dalë 8 anije, po ndalohen dhe importet e Iranit. Irani as importon më do të gjë nga jashtë. Pra, shumë shpejt në Iran do kemi mangësi ushqimesh, mangësi ilaçesh, mangësi materialesh të tjera të cilat vinë nga importi përveç inflacionit të frikshëm dhe pothuajse zërimit të vlerës së monedës atje. Dhe këtu hym në fazën më të rëndësishme dhe pyetja më e rëndësishme që të bën bota. Kush e drejton Iranin tani? Kjo është ajo që ka futur në maks gjithë botën, sepse gjithë leadershipi është ekzekutu. Dhe Mojtaba Khamenei, lideri i ri, një pjesë thonë është i vdekur, një pjesë thonë është gjallë, por është shumë i plagosur, siç është versioni i Reutersit, dhe pra është aty, një pjesë tjetër nuk e di fare nëse ai ekziston apo nuk ekziston, Mojtaba Khamenei. Pra kush po e drejton Iranin në këtë moment? Irani në këtë moment drejtohet nga buli hije që qëndron pas perdeve. Quhet Ahmed Wahidi. Ai është truri që po koordinon tashmë të gjithë lojën e negociatave të Iranit dhe është njeriu fantazëm që qëndron me stoicizëm të frikshëm, me qëndresë dhe përgatit të gjithë skemën e negociatave dhe skemën e luftës me Amerikën dhe me Izraelin në këtë moment. Dhe këtu na vjen edhe një herë rreziku i shpërthimit. Irani e ka bërë të qartë që nëse goditet do të godas. Këtë e përcollën edhe sauditët mbrëm për amerikanët. Sikurse i thanë edhe për hudhët mund na hapin probleme. Kë do të godas Irani, ka thënë do të godas Izraelin, Kuvajtin, Emiratet e Bashkuara Arabe. Pse këto duhet një emision më vete? Pse këto emra, pse këto shtete? Por tani duhet merremi me faktorin kritik. Çfarë do të vi? Pse Emiratet e Bashkuara Arabe? Në Dubai njerëzit po ikin, kapitalet po ikin, rrezikohet një perandori e madhe atje, e real estate-it, asaj parajse të madhe e cila rrezikon të shndërrohet në qytet fantazëm. Nuk i dim a do të ndodh apo jo, por ka tension të madh atje. Emiratet e Bashkuara Arabe po bëhen gati për fazën e ardhshme. Vendet e gjirit po bëhen gati për fazën e ardhshme dhe të gjithë janë në gatishmëri të plotë. Po shpërtheu do përpiqen të mbrohen, po nuk shpërtheu do të vazhdojnë lojën dhe betejën e negociatave ashtu siç është duke ndodhur. Ky tashmë miq të dashur nuk është më një konflikt i zakonshëm. Kemi hyrë në fazën më të rrezikshme të luftës. Është faza e tretë e luftës. Ju a thash edhe një herë. Faza e parë ishte përplasja direkte, qershori i 2025-s. Mos vrasja e Khameneit. Faza e dytë 28 shkurt eliminimi i Khameneit dhe leadershipit politik. Faza e tretë është eliminimi i infrastrukturës dhe energjisë, që pritet të ndodhë tani në qoftë se dështojnë negociatat. Irani nuk shkon aty, nuk duhet shkoj aty, as amerikanët nuk duhet shkojnë aty. Kjo është për përgatitje për fazën e katërt që është përplasje masive. Çfarë do të jetë përplasja masive? Unë do t'jem me ju për ta parë minutë pas minute, hap pas hapi, sepse zhvillimet janë jashtëzakonisht rëndësishme. Jemi në një botë që po hyn në një fazë shumë kritike. Amerika është gati, Irani është i rrethuar, Kina është zyrtarisht në lojë, a do të përplaset direkt Amerika me Kinën apo jo? Dhe diplomacia është duke shkuar drejt limiteve të saj. Deri ku do të shkojmë? Nuk është kjo për panik, kjo është për t'ju shpjeguar çfarë po ndodh që të kuptoni.
Dhe pyetja nuk është më ato të ketë luftë. Pyetja që na del tani dhe që duhet ta kemi të gjithë të qartë është kur do të ndodhë lufta dhe sa e madhe do të jetë ajo. Kjo është ajo që duke ndodhur, sepse liderët e mëdhej të kësaj bote, aq të mëdhej sa kanë qenë, thonë nuk ka më afate, nuk do të ketë më afate. Të paktën ata e parashikojnë kështu. Dhe historia na ka treguar një diçka shumë të rëndësishme. Ora ka filluar të numëroj mbrapsht sa herë negociatat kanë ngecur. Dhe Amerika nuk ka mbetur vetëm tek rrethimi i Hormuzit, as tek rrethimi i Detit Arab, as tek goditja e importeve të Iranit përveç eksporteve të saj, as tek rrethimi i Kinës në bllokimin e Hormuzit. Amerika ka shkuar me piti Hiksetin dhe ju kam treguar më parë. Ka bërë marrëveshje me Indonezinë për të mbyllur rrugë kalimin më të rëndësishëm të Kinës, që është Malaka. Mbyllja e Hormuzit dhe mbyllja e Malakës, ku kalon 80% e naftës kineze në drejtim të Kinës, është një masë që i ngushton lakun deri në fund Pekinit. Si do të reagoj Pekini, si do të reagoj Moska, e cila është duke fituar $100 miliona në ditë nga kjo rritje e çmimeve të naftës dhe nga heqja e sanksioneve, përkohësisht si do të veprojë Europa me Indinë dhe me Kinën që janë më të dëmtuarit nga kjo, dhe çfarë do të kemi në orët të vijim, do t'ja shpjegoj si gjithmonë nga kjo dritare, e cila është besnikërisht me ju dhe për ju, duke bërë analiza strategjike të rëndësishme nga Akademia Gjeopolitike e Lëvizjes Dheu, e cila ka qëllim t'ju qartësoj ju dhe popullin shqiptar në këto ditë jashtëzakonisht të rëndësishme për planetin. Duke ju falenderuar shumë për kohën tuaj të çmuar dhe duke e vlerësuar shumë fjalën dhe respektin tuaj, jeni të lutur t'i merrni video, t'ia çoni pjesës tjetër të shqiptarëve, bëni like, share, subscribe, të abonoheni në kanal dhe të vazhdojmë rrugtimin tonë për qartësimin dhe kthjellimin e çështjeve të shqiptarëve, herë duke u marrë me lojën e madhe dhe herë duke u marrë me lojën e brendshme, me zuzarët tanë të vegjël këtu, të cilët janë përgatitur për ta shitur Shqipërinë. Do të kenë një mision të pamundur, sepse ne do të jemi prapë atyre hap pas hapi derisa të jemi gjallë. Shqipëria e shqiptarëve, vdekje tradhtarëve. Miru dëgjofshi.